3 ndeshje 2 fitore për ekipin e flamurtarit në basketbol për femra në Ligën Unike. Ekipi vlonjat fitoi pa vështirësi ndaj Prishtinës në shifrat 72-55. Një ndeshje e zgjidhur shumë shpejt nga flamurtari, që zhvilloi një ndeshje shumë të mirë përballë ekipit kosovar. Takimi u vendos shumë shpejt, teksa në 10 minutat e para, flamurtari mori kryesimin në shifrat 22-14. Edhe në 10 minutat e dyta, vion loja e mirë e flamurtarit që ka shënuar plot 20 pik, kundrejt vetëm 4 pikve të kundërshtarit, e duke mbyllur pjesën e parë në avantazhin e konsiderueshëm me shifrat 42-18. Edhe pas pushimit të shenjta tablo në parket, me ekipin kosovar që përpiqet, por pa mundur të dalë në lojën e vet. Flamurtari në 10 minutat e treta të takimit shënoi 14 pikë kundrejt 13 të Prishtinës, ndërsa në fund të periudhës së tretë, flamurtari kryeson me rezultatin 56-31. Në 10 minutat e fundit luhet thjesht për statistik, pasi takimi është vullosur, teksa për flamurtarin zbresi në parket edhe të gjitha lojtarët e reja të skuadrës. Deri në fund shënohen nga 16 pikë për ekipin vlonjat dhe 24 për Prishtinën, ndërsa krejt ndeshja mbyllet në shifrat 72-55 për flamurtarin, që regjistron fitoren e dytë radhasi në Ligën Unike. Pas ndeshjes, shefja e klubit Shumë Sportesh Elona Hasanaj dhe basketbollistja Demaj kanë vlerësuar këtë fitore në një kompeticion shumë të rëndësishëm. Ndeshja e tretë e Ligës Unike me Prishtinën, një ndeshje të themi shumë e mirë për ne, duke menduar që përballë kishim Prishtinën, një ekip i mirë, jo shumë i mirë si Tirana, si Peja, si Bashkimi. Ndeshje të vështirë kemi ditën e mërkur, që kemi me Bashkimin, një tjetër rival shumë i fort i Ligës Unike, dhe kemi ditën e mërkur në orën 6 ndeshjen, u bë një thirrje të gjithë tifozave. Duhet të vinë më shumë se sa po vinë këto ndeshje. Dua të mbushet ky pallat sporti. U bëj thirrje edhe një herë të vinë të mbështesin ekipin e basketbollit. Po ishte një ndeshje shumë e mirë, mëse e merituar nga ana jonë, dhe patjetër u aktivizuan edhe gocat e reja të gjitha. Ishte ndeshje shumë e mirë për të gjitha ne. Tashmë flamurtari mendon edhe për kampionatin, teksa të dielën pret në Vlorë Studentin, e ndërsa për Ligën Unike do të luajë të mërkurën sërish në Vlorë ndaj ekipit kosovar të Bashkimit.